Të vazhdoj? Të vazhdoj. Ani, unë jam mësuar qas pa mikrofone, pa flet, po më kërkoj grupi punës që për seriozitet tha të më kesh fletën në dorë, edhe e mora. Po të doni flasë dhe pa mikrofone, pa fletë? Në regu. Atere, po. Unë jam me Dvjor Kulluri, që i kam gjitur vete si pas disave titullin kryen drituri, po më kam fol djemë dhe krajinës të fash, prandaj më kam ngelur si laga. Tani, jam pjesë e rjetit aktivistëve atetarë prej 2017-ës. Dhe bashkë me Arben Kolën, me Andi Tepelenën, me Jon Grafotën që është dikur të në salë, Ferdinand Sheaj, shumë Abedini, shumë aktivistë të tjerë, kemi krijuar rjetin e aktivistëve atetarë, po shiko, thash ata që më erdhën në mendje shpejt, nuk ka rëndësi. Jemi me 10 aktivistë, që kemi nisur rjetin e aktivistëve atetarë në 2017 dhe kemi bërë protesta në gjithë Shqipërinë, ato protesta kanë qenë shumë persona, nuk janë atribut vetëm joni. Nuk janë dhënë nga media, kemi qenë para kryeministrisë, para parlamentit e në përfundet ku kanë ndodhur ngjarjet e tjera dhe unë që atëherë, se nuk e kam për të folur për veten, po dua t'ju shpjegoj se na fillën e kësaj ideje. Që atëherë kam hedhur mendimin që ne duhet të krijojmë një tryez. Duhet kemi patjetër një tryez ku tulen të gjithë njerëzit nga të gjitha grupet, nga të gjitha segmentet e politikës, nga të gjitha zonat e krajinave të Shqipërisë. Sepse na ka munguar kjo. Nuk e kemi pasur mundësinë që ta kishim një tryez ku ne të ulemi pall për pall, edhe t'i themi njëri tjetrit që ke të drejtë apo e ke gabim. Një tryez ku ne të diskutojmë dhe të rajmë debatet, të bëjmë analiza, të propozojmë, të diskutojmë, të votojmë, të vendosim dhe të veprojmë së bashku mbi të gjitha për rezultatet që kërkojmë për kauzën shqiptare. Dhe unë kam hedhur atëherë mendimin, në fillim ja kam propozuar Arbenit, pastaj jam edhe aktivistëve të tjerë, ju kam thënë hajde të krijojmë një strukturë të tillë, një si rrjeta kuvend ta quajmë si doni, po të jetë e përhershme, të jetë strukturë e përhershme. Në ato vite, themi, jo ranë vesh të shurtët se bëm disa tentativa, po si duket nuk ishin krijuar akoma kushtet social-politike, tani me protestën madhështore të kombëtare të 2026-s u krijuan këto kushte, dhe unë dola që ditën e dytë apo të tretë, nuk e mbaj më saktësisht, kam derë për para popullit protestues dhe kam thënë që përsërit njëjtën ide kam artikuluar. Disa e kam parë dhe në video, ndoshta disa se kam parë. Dhe kam marrë, si thua, kam hasur në përqim. Kuptohet që nuk mund të bëhet miratim votim, se thjesht kam folur aty para popullit, kuptohet atje ku është dëgjuar fjala fonia, ne di unë çfarë do të flas, nuk dirigjoj nga njëri për atë pjesë. Dhe ku kam marrë një farë përqimi dhe kam marrë si shenjë të mirë, domethënë dhe kam artikuluar dhe 2 herë të tjera. Tani në momenti që kam nisur kjo pyetje diskutimi në grupin nisëtar koordinues, unë jam pjesë që nga dita e parë, pra grupi nisëtar koordinues është grupi që ka thirrur protestën dhe po koordinon ai sa mundet bashkëvajtjen e protestës. Atje kam kërkuar që ta zbatonin këtë ide dhe kam gjetur miratimin e një pjesë të madhe të tyre dhe ma kanë ngarkuar detyrën që të përgatis platformën. Platformën e kam këtu në dorë, e kam përgatitur, madje njëre vonova, më kritikuan, më thanë, bëje prapë, bëje pse se bëre në kohë, se ngjarjet na kërkuan që të vazhdoni me gjëra të tjera dhe na shkalova. E përgatita për nga 48 orëve dhe ju aparaqita. Në momentin që ju aparaqita, e hodha të me thënë të grupi që kemi në WhatsApp me të grupit koordinues dhe lash mundësi për të gjithë që të lexojë. Dhe ku ngula përsëri disa herë dhe në datën 29 qershor kam kërkuar një provë sekundër dhe ishin pjesa dërmuese ishin provë që të nisë kjo punë, e nisa punën dhe me kërkesën time formova grupin e punës, domethënë thira njerëzit që u mblodhën te grupi punës, ata 83-85 njerëz që u mblodhën para. Okej, ja të sqaroj. E di, po, domethënë nuk po them ka marrë një iniciativë, nuk them që ka marrë miratimin e njerëzve të popullit. Nuk e dhe këtu të ta sqaroj këtë pjesë. Kuvendi kombëtar qytetar, se do ta lexoj edhe pikat që kemi shkruar
pa këto nuk mund të vesh pjesë e kuvendit sipas nesh paktën, se do i miratoni ju këtu nëse do bini dakord ose do t'i kundërshtoni, nuk mund të quhet përfaqësues dhe drejtues i protestës pa marrë më parë miratimin para prap të qartë dhe të verifikueshëm të shumicës dërmuese të trupës qytetare të protestuesve. Pra ne nuk mund të quhemi përfaqësues. Të ta kemi qartë. Të mos pretendoj njëri të dalë nga kjo mbledhje thotë ne jemi përfaqësues të protestës. Përfaqësues bëhesh vetëm në momentin që merr miratimin. Në qoftë se shumica e popullit protestues na jep miratimin, atëherë po. Se si do bëhet kjo është për të diskutuar, kemi janë mënyra se si mund ta bëjmë, por nuk e kemi marrë aktualisht miratimin. Kjo është iniciativa jona që të bëjmë një organizim, edhe me miratimin me dakordsinë e grupit nismëtar koordinues, i cili e ka votuar 2 herë dakordsim për këtë gjë. Dhe populli është shesh, jo këtu. O fali këtë ka bizneset tek po qa me bizneset, do janë me bizneset, po s'ka lekë. Duhet paraqes platformën pra në qoftë të lejoni. Jo, s'ka problem. Jo, mendimet kundër s'ka problem. Rëndësi ka që ju lutem. Që mos e zgjatë unë shumë dhe s'duhet fjalën time të vazhdoj të tjerës. Okej. Në këtë sallë janë ata që janë pro përjes kuvendit dhe pro kësaj që po themi që nuk mund të quhemi përfaqësues pa marrë miratimin. Kështu që besoj se ka. Okej. Në rregull, dakord, shumë dakord me atë. Tani unë do paraqes idenë. Po e them të them se ideja ime ka qenë kjo. Domethënë dua që në radhë parë me që e kam ideuar unë si fillim, edhe kam artikuluar, ta merrni dhe ju vizionit tim si që kam unë, jo si që kam keq interpretuar shumë njerëz. Ne supozojmë, po themi se kemi 100 grupe të ndryshme, segmente, tarafe, krajina, zona në protest. Mund të jenë 100, mund të jenë më pak apo dhe më shumë, po supozojmë një numër. Le të identifikojmë ato grupe, të gjitha. Po qëndrojmë për shumë të gjitha, të identifikojmë të gjitha grupet. Janë 100 grupe, 100 zona, 100 krajina, nuk e di, segmente të ndryshme të spektrit politik të mendimeve, të identifikojmë dhe të thërasim ose të vend të shkojmë ne tek ata dhe t'ju themi, zgjidhni disa përfaqësues nga secili prej jush, për shembull 3 përfaqësues ose 5 përfaqësues. Ti zgjedhin ata vetë. Dhe ata e supozojmë se do t'i zgjedhin. Ta përfaqësues të përbashkohen gjithë në një tryez që do quhet Kuvendi Kombëtar Qytetar. Nga 3 apo nga 5, me 100 grupe i bie 300 apo 500 themi delegata apo përfaqësues të këtyre grupimeve të ndryshme që të gjithë bashkë përpinë protestën kombëtare. Pyetja ime është kjo, nëse do të ndodhë, nëse do të mundi ta realizojmë, a do ta fuqizojë protestën kombëtare dhe fitoren e kauzës së saj apo jo? Okej. Pra, vizioni im është ky, dhe dëshira ime është kjo, që të përbashkoj të gjitha grupet në protest në një tryez. Vetëm kjo, kush flet për gjëra tjera, kjo nuk është pjesë e vizionit tim. Se si ka disa mënyra, do ta diskutojmë, ka disa mënyra, ne kemi përpunuar disa mënyra, kuptohet mund të jepni dhe ju patjetër ide të boja, po unë jam mirë të flasim për anën parimore, që nëse do të mund ta realizoni, do ishte e mirë apo jo? Okej, dhe prandaj dhe jemi mbledhur këtu sot që këtë vizion, edhe të pasuruar nga të gjithë ju, ka njerëz që kanë mendime për ta pasuruar, për të ndryshuar disa nga idetë e mia, për t'i kolauduar, për t'i zvogëluar apo zmadhuar, për të shtuar idetë e tyre. Të gjitha ato do merren parasysh me seriozitet. Unë jam thjesht nismëtar dhe në momentin që Kuvendi Kombëtar Qytetar formohet, unë zbrez dhe jam thjesht një nga ata ose mund mos jem e fare nga ata, s'ka rëndësi. Rëndësi ka që të krijohet ky kuvend, të krijohet ky përbashkim. Kemi domosdoshmëri për këtë. Sidomos për protestën aktuale, po ideja ime ka qenë edhe pak më e avancuar. Domethënë ideja ime që pasi të kemi sukses në këtë kaos që po luftojmë tani, pasi të jap dorëheqjen e Rama, të largohet Berisha me pseudo-opozitën e tij, të ndryshohet sistemi 82 vjeçar, 45 plus 36 sa është, nuk e di 37.
të largohet, të ndryshojë dhe të bëjmë një sistem të ri nëse do mundemi, atëherë ky kuvend kombëtar qytetar të ketë dhe një funksion tjetër. Të ketë funksioni që sa herë që qeverit tona bëjnë pa drejtësira, si këto që kanë ndodhur këto kohë, edhe gjithë këto 36 vjetë, ne të kemi mundësinë që të mbledhim ata 300 deri 500 njerëz që ishin datë 20 qershor, të mbledhim në shesh kur duam ne, të mos presim e 36 vjetë tjera që të vetë pa drejtësia malë. Pra të kemi një mekanizm, dhe mekanizmi është kuvendi kombëtar qytetar, si pas meje. Do me thënë, ky kuvend që i përbashkon të gjitha grupet bashkë, të jetë i përhershëm dhe sa herë ka pa drejtësi, ky të mblidhet dhe të lidh një, të themi një kontratë, një pjesë, themi shoqërore me protestën dhe t'i thot protestës, nëse do arrim të ngrëm infrastrukturë komunikimi, linja komunikimi me gjithë popullin protestues. T'i thot, kur themi ne eja në shesh dhe Shqipëria është në hall, eja në shesh. Me shifra mira. Kjo është vizioni, Dhe nëse arrim ta krijojmë këtë, do kemi krijuar diçka të jashtëzakonshme, mendoj unë, që nuk e kanë shtetet e tjera dhe ne do ta kemi. Ndoshta do jemi të parët. Ndoshta mund ta ketë dikush, nuk kam unë informacion, nuk e di. Okej, e ka Zvicra dakord. Unë e di që Zvicra është demokraci direkte, mund ta ketë, nuk e diskutoj, po ky është vizioni im. Tani ideja ka qenë kjo, të futem pak në detaje teknike. Duhet ta imagjinoni, e di që piramida ka konotacion negativ, por nuk ka lidhje fare me këtë që është thjesht një për të shpjeguar ide. Duhet ta imagjinoni si një institucion të ndarë në disa institucione tjera që janë në formën e një piramide. Baza e poshtme, se ka shumë njerëz thonë, jo, populli është në krye, po pema rrejt i ka poshtë, nuk i ka lart. Frutat ka lart. Baza e poshtme është ajo që quhet protesta kombëtare ose e quaj unë mbledhja e përgjithshme e popullit shqiptar. E quaj unë. E kam quajtur me këtë emër tim, pikërisht që ta kthejmë në institucion shoqëror, domethënë. Mbledhja e përgjithshme e popullit ose protesta kombëtare, populli protestues, pra që ta sqaroj, nuk është vetëm ai populli që është në shesh, po janë të gjithë ata që nuk kanë mundësi të vinë në shesh, po janë me zëmër, janë me protestën. Ti quaj popull protestues. Pra, kjo ime që mbledhja e përgjithshme e popullit. Kjo mbledhje e përgjithshme do të nxjerrë një asamble. Që ajo asamble realisht është kjo që jemi ne sot këtu dhe do të zgjerohet, është pengojmë. Do vazhdoj duke u zgjeruar, nuk do pushoj me kaq. Derisa të njësohet me gjithë mbledhjen e përgjithshme të popullit. Pra, sot është mbledhur kuvendi kombëtar qytetar, po është mbledhur në formë e asamblesë, sipas idees time. Sepse që të bëhet kuvend kombëtar qytetar, duhet të shkojë, pra kemi poshtë mbledhjen e përgjithshme të popullit, ju lutem. Mbledhja e përgjithshme e popullit në bazë, më lart është asambleja.